dihet të caktuar drejt policisë apo në askund? Janë në drejtim të policisë, por dhe në drejtim të vilës së ish diktatorit Enver Hoxha. Vila ka qenë në sulmin e Molotovit prej prej disa minutash tashmë. Vlen të theksohet që në ambientin e brendshëm të vilës ka edhe njerëz. Bekim, midis aktualisht janë dy autobus me ujë që po hedhin ujë me presion në drejtim të protestuesve. Forcat e policisë Shqiponja dhe ato të ndërhyrës së shpejt janë në pjesën e pasme të autobotëve për të ndërhyrë në çdo moment që do të jetë e nevojshme. Aktualisht ka sërish të koktejve Molotov në drejtim të policisë. Shoh në këto momente zotin Flamur Noka, i cili ndodhet në vijën e parë, teksa vijon kjo tentative policisë për t'i shpërndar protestuesit nga njëra anë dhe tentativa e këtyre të fundit nga ana tjetër për të vazhduar me molotovët. Mirë, një tjetër ndërhyrje me gaz lotësielës nga ana e policisë që mund të çojë ndoshta edhe në shpërndarjen e tyre edhe në këtë ambient tek i cili ndodheshin ende. Vijon hedhja e gazit lotësielës ku me sa shoh edhe aty ku situata edhe u tensionua vetëm pak më herët. Vijon hedhja e ujit gjithashtu, forcat e policisë duken të mobilizuara tani më për të bërë ndërhyrjen ndoshta ndërhyrjen përfundimtare. Vijon hedhja e ujit ndaj protestuesve, nuk po kursehet më asgjë, as me sa shikojnë dhe reporterët, gazetarët apo dhe operatorët që ndodhen aty, sepse pa diskutim në një situatë të tillë ku